Amitje Le Studio. Po, frymzuar nga dy shoqe që çdo ditë pinin kafe në buzdetit. Krisi ndryshoi diçka, nuk ishte më ajo mirësia. Mendoj se ato 7 muaj që ne e kemi zgjatur punën, kanë qenë si 7 vite jetë. Kjo ishte një pabesi nga ana saj, ishte fiks një thik pas shpine. Ajo ishte dita më e keqe e jetës time. Pse? Sepse unë sapo kisha dhënë një mal me para për të bler aksione dhe vi aty dhe më thuhet që pse ka shumë dhimbje, pse gjithë ky përjetim? Sepse kuptova që po fundosesha. Kisha një moment që tharë stop, se nuk po ja dal më. Po humbas veten time, po humbas lumturinë me bashkëshortin. Duhet ta ringrija për herë të dytë në këtë rast, por fatmirësisht Brendi po merrte një zhvillim të paparë në atë periudhë. Kemi dyqan në Durrës, dyqan në Tiranë, dyqan në Korç. Ke realizuar edhe një brand për fëmijët. Ky frymëzim erdhi mbasi lindën fëmijët e tu, apo? Patjetër që frymëzim ka qenë djali im. Pastaj i the partnerit, sa gabim që nuk e nisa me ty që në fillim. Dhe u bë të dy ortak. Ka qenë aty për mua nga momenti i vështirë që ndoshta nuk po njeh më as vete, një më të më njihte ai. Çfarë do t'i thoje një vajzë e cila do të futet në botën e fashionit sot, dhe do të hapi një biznes të ngjashëm me tëndin? Cilat janë gabimet që ajo nuk duhet të bëjë? Nuk duhet të dorëzohet për asnjë lloj arsye. Nëse ti e do diçka, duhet të punosh fort edhe ta mbash gjallë atë ndjesim, pasionin që ti ke, pavarësisht çdo goditje. Ne të dyja do flasim tani Alda me Metaj, sikur jemi në një kafe të këndshme Buzdetit në Durrës, atje ku je zhvendosur ti për dashurinë po dhe për biznesin, edhe do frymëzojmë kush i di sa vajza të tjera të cilat duan që të bëhen sipërmarrëse si ty, ato ndrojnë dhe mund t'ja dalin apo jo. Ky është mesazhi që duam të transmetojmë sot. Patjetër që po. Jam shumë e lumtur Alketa që ndodhem sot këtu, edhe privilegj që të jem përballë teje të tregoj historinë time, është e veçantë për mua që ndodhem këtu sot me ty. Shumë herë njerëzit që merren me biznes apo që kanë fatin që të jenë të ndjekur dhe të dëgjuar nuk janë zemërgjër mjaftueshëm për ta ndarë qiellin me të tjerët. Unë dua që nëpërmjet këtij podcasti ta ndaj qiellin me të tjerët, se qielli mund të ketë miliarda yje. Dhe kam shumë dëshirë që sot ta vë në vëmendjen e të gjithë shikuesve dhe blerësve potencial të markës tënde, personazhin tënd, historinë tënde, sepse jemi në kohën kur the story behind the character, pra historia pas njeriut që ka bërë suksesin, është më e rëndësishme ndonjëherë se vetë produkti dhe shërbimi. Amitje Le Studio. Po. Që do thot miqësi apo jo? Miqësi. Frymzuar nga Franca. Nga Franca. Frymzuar nga dy shoqe që çdo ditë pinin kafe në Buzdetit, edhe rastësisht lindi kjo që unë t'ja propozoja mikeshes time, që ndaja idet, që isha në një emision tjetër në atë periudhë dhe shikoja që shumë ide kishim të përbashkëta. Dhe thash pse jo mos ta ndaj me një mikesh këtë lloj ideje dhe të sillim një brand në jetë edhe diçka ndryshe në fakt. Tani zëre se jam unë shoqja jote. Jemi të dyja te kjo kafja Buzdetit edhe po bisedojmë. Po. Më frymëzo tani dhe më bind dhe më thuaj pse ne duhet të merremi me këtë biznes dhe duhet të sjellim në Shqipëri një brand ready to wear me guximin e dy vajzave ndrimtare që duhet ta kthejnë një brand suksesi. Ishte një ditë mbas dite që unë si gjithmonë pija kafe me mikeshën time dhe ishte shumë spontanisht një pyetje nga unë. I thash pse jo mos të krijojmë një brand ndryshe në Shqipëri, të sillim njerëzi, dy shoqe, edhe të bashkohemi, të bëhemi ortake për ta realizuar këtë gjë. Ndanim të dyja të njëjtat ide në atë periudhë, edhe më thënë të drejtën kishim një komunikim me sy. Edhe mendoja që të dyja ne mund të kishim diçka më tepër, pra mund të bënim diçka ndryshe. Ajo vjente një vajzë thjesht që nuk kishte e njohur, siç isha unë në atë periudhë, edhe mendova që dy vajza të tilla që nuk e kanë të njëjtën rrugë, mund të ishin balanca shumë e mirë për të krijuar diçka nga fillimi, edhe siç ndodhi në fakt, nga ky propozim unë isha ajo që e mora direkt përgjigjen pozitive dhe nga ai moment ishte direkt ideja se nga doja nisnim, nga do fillonim. Aty filloi dhe emri,
aty lindi nga mirësia jon. Ishim të dyja me të njëjtën ide që të vendosim një emër që të na personifikonte mirësinë tonë, shoqërinë që kishim, edhe kur të na pyesin rrugëve çfarë do të thotë Amitele Studio, është mirësia jon dhe kështu nisi. Kështu ndodhi, vendosëm emrin edhe avash çdo ditë mundoheshim në letër të hidhim idet se nga t'ja filloni. Ishte pak e vështirë se në atë periudhë sa kishin nisur brendet të vinin në Shqipëri dhe nuk ishte shumë i njohur si koncept ose nga njerëzit kur ti shkoje të propozoje këtë iden, jo të gjithë ta kuptonin. Sa vjeç e nise? Kam qënë 24. Dhe sa po kështë dal nga një program për modën? Po, vi nga Stelstar, në atë periudhë ishte një program për fashion, unë isha konkurrente dhe një ndër ato për të fituar, dhe ishte një emision që përzidhte vajza që kishin stil, edhe në këtë emision bëheshin bashkë 10 konkurrente deri në fund ku njëra nga ato do zgjidheshte fituese. Kështu që ti ishe më e njohur dhe kishe avantazhin e një personi që e kishte prekur modën nga afër, nga shkëlqimi, nga dritat, nga projektorët, nga televizioni. Po, e kisha të prekur. Mikesha jote ishte thjesht mikesh e njëjtë. Bravo. Ajo balansonte pjesën nga mbrapa, kur unë kisha ndonjë ide dhe nuk kisha dakordsuar me veten time nëse do ishte përfundimtarja, telefonata e parë ishte ajo në atë periudhë. Nuk kishim asgjë tjetër përveç se miqësisë. Nuk është ajo ishte një partnere që ti e zgjodhe sepse kishe nevojë për fuqinë e saj financiare dhe bëre këtë kompromisin që më duhet dikush se kam nevojë jo për bankën, por për dikë që të fusi në fillim më shumë kapital se unë. Jo, si ishte kjo? Nuk ishte kjo. Miqësi puro. Miqësi puro ishte ideja që unë sapo dola nga një emision, sapo më mori vrulli i famës dhe po mendoja që në atë periudhë të mbaja dhe famën, po njëkohësisht të organizoja një biznes. Për të bërë një biznes duhet edhe një person pas që të merrej me financën, me takimet, me punonjësit, gjë që e shikoja që e kisha të pamundur. Nga një emision kalova në një emision tjetër, gjë që unë nuk doja ta lija pas, pra doja t'i bëja njëkohësisht të dyja. Dhe e mendova si opsion që ajo do ishte një ndihmë shumë e mirë, pra mund të ishte plotësuese për ta bërë këtë gjë të funksiononte. Unë mos e lija atë rrugën që po vazhdoja, edhe pasioni im kryesor dhe parsor, influencer, edhe famën, le të themi, sapo e kisha marrë, sapo po lulëzoja dhe nuk doja ta lija pas. Edhe në këtë rast kisha partnerën edhe ortakën që bindej për të patur një bashkëpunim të tillë. Gjërat nuk shkuan siç duhet, siç ti kishe shpresuar, ti një idealiste që besove tek miqësia dhe vizionin tënd e ndave. Vizionin e kisha shumë të qartë, mund ta bëja edhe vetëm, absolutisht, por duke e menduar gjithë këto aktivitete që unë kisha në të periudhë, sapo kisha dal nga emisione goxha me audiencë, edhe e mendoja si një person që do me jepte një ndihmë, edhe nuk e di pse nuk e mendova bashkëshortin që në atë periudhë, po ishte një ide shumë e frikshme nëse shkoja dhe thënë në shtëpi, shiko se dua të bëj këtë brandin. Mendova të ndaja përgjegjësitë. Ti në ato kohë nuk ishe martuar, ishe fejuar? Jo, isha martuar me fëmijë edhe kisha djalin 1 vjeç e gjysmë, por gjithsesi më friksonte. Në kokën time ishte diçka shumë e madhe. Më parë se t'isha në këtë emisionin, unë kisha punuar në një fasoneri, edhe e dija shumë mirë se si funksiononte, e dija se nga t'ja nisja, e dija audiencën, dija gjithçka mbi këto, i kisha të gjitha njohurit. Çfarë kishe bërë në fasoneri? Stilime. Të njëjtën punë që unë po bëj sot i bëja dhe atje. Përveç se bëja stilimit e fasoneria, i merja, i fotografoja, i nxirja në Instagram, postime në feed, edhe më pas merja porosi nga klientët. Aty isha shumë afër klientelës dhe kuptova që fotot e mia shesin, imazhi im shet. Edhe thash, pse jo, unë këtë gjë mund ta bëj. Ndërkohë që unë isha punësuar atje, e shikoja që po bëja shumë punë dhe pse nuk vlerësohesha për të gjitha punët, por unë e bëja me pasion. Gjithmonë Alketa kam bërë punë me pasion. Mami ka qenë rroba qepsa apo jo? Ka qenë një ndër pasionet e saj, por nuk e ka ushtruar vetëm në shtëpi që bënte fustanet e mia. Më saktë kur jam martuar, 2 nga fustanet mi ka bërë mami. I kemi bërë bashkë. Po shumë bukur, ë? Si është për shembull të ndërtosh me mamin fustanin e bardhë të ëndrave? Ishte shumë emocion, mami çante çdo ditë dhe shkonim bashkë, përzgjidhnim copën. Aty fillova të shikoj një botë tjetër, ta shikoj me një sy tjetër dhe aty vërtet mund ngjallen ato ndjesi që unë mund ta bëj, është e prekshme tashmë.
Le të rikthehemi përsëri tek ai moment i historisë kur diçka u thye mes teje dhe Mikeshës, për të cilën ti pagëzove edhe kompaninë, se besove në një miqësi. Po. Siç ndodh shumë herë në shumë partnershipe, në shumë ortakëri që nuk funksionojnë. Për fat ty të ndodhi shpejt apo jo në 6 muajin e parë të nisjes së biznesit? Unë si një vajzë shumë naive nuk i bëra shumë mirë llogarit dhe si funksionon, nuk pyeta askënd, madje as bashkëshorti nuk e ndava si përgjegjësi ti thoja mendon ta bëj apo jo. Të betohem nuk e kam pyetur, vetëm kur i kam thënë u vendos do bëhet kjo gjëja. Pra me pak fjalë nuk bëra disa llogari tjera që duhet i kisha bërë. Do me thënë idealistët zhgënjehen në këtë jetë. Po, prandaj janë shpikur kontratat dhe ligjet që të rregullojnë raportet njerëzore që janë gjithmonë shumë të ndërlikuara, sidomos kur futet paraja, suksesi dhe interesi në mes. Është shumë e vërtet. Unë në momentin e parë që filluam ta bënim këtë punë, sikur krisi ndryshoi diçka, nuk ishte më ajo mirësia. Kaloi nga mirësi në punë, edhe kuptoja vetëm nga telefonata që bëheshin vetëm për marrëdhënie pune, e kuptova që nuk kam më për tej punës. Ishte vetëm çështje pune më. Edhe shikoja që idet filluan që të kishin konflikte, idet e mia me të sajën. Domethënë duheshin 3 ditë që ne të vendosnim për diçka. Kur fare mirë, arsyeja pse ishim bashk ishte bashkëpunimi. Pra çfarë do thotë të bashkëpunonim idet, edhe të vinim në tryezë dhe të bënim realitet në këtë rast. Ndodhi krejt e kundërta. Nëse unë kisha një ide, ajo do e hidhte poshtë, do ngritë një ide tjetër. E kështu me radhë, ka ndodhur disa episode që ne kishim debate shumë të forta. Në çdo moment që bënim debate të tilla, ishim të dyja që duhet të ndahemi, të mbaroj kjo gjë se po stresohemi. U zgjat nga ana ime, me thënë të drejtën, si një propozim i bërë në fillim vetëm për vetë faktin që doja të shkoja deri në fund kësaj. Nuk doja të hyja në hak vendimit të shpejt. Doja që kur ta merja vendimin t'i thoja po ke bërë gjën e duhur, le të vuaja, le të merja përsipër çdo lloj vuajtje që kam patur në atë periudhë. Mendoj se ato 7 muaj që ne e kemi zgjatur punën kanë qenë si 7 vite jetë. Ti u përpoqe, ta shpëtoje varkën që po mbytej. U përpoqa, por aq shumë sa u përpoqa unë shkela mbi veten. Ndodhi hera e parë që unë shkela mbi emocionet, mbi veten, mbi kohën. Nga dëshpërimi që merja çdo ditë në punë, nga zënkat që kishim, kaloj edhe në shtëpi me partnerin tim. Her pas here kishim debate që filluan të ndikojnë në këtë dashuri shumë të zjarrt dhe shumë të veçantë për mua. Edhe erdhi një moment që unë duhet të merrja një vendim. Ndodhi një udhtim në atë periudhë. Pas një periudhe mu desh të shkoja tek vllai im, që duhet ta shikoja mbas 4 vitesh, edhe isha shumë entuziaste, po ndërkohë isha shumë e mërzitur. Atje bëra një bisedë me vllain tim dhe i thash që jam në një gjendje shumë kritike, nuk di, kam humbur, nuk di nga çfarë të bëj më, ta mbyll, ta vazhdoj, të jap fund, sepse zemra ime po plas, mendja ime po plas, kalova në ankth, rria çdo natë rria zgjuar, nuk e mendoja, e mirëmendoja, sillja situatën në të gjitha format, vetëm e për vetëm ta shpëtoja këtë gjë. Ta shpëtoje në çfarë kuptimi? Ta shpëtoje brendin, të shpëtoje raportin miqësor, apo të shpëtoje duke u ndarë nga kjo Mikesh? Doja të shpëtoje të gjitha në fakt. Doja të shpëtoja brendin. Gja kishte marrë ato emrin e fillimit, njerëzit po e njihnin nga emri im, edhe patjetër edhe mirësinë. Por që fakti që unë doja të shpëtoje të dyja ishte pamundur. Ndonjëherë një vark që ka filluar të mbytet nuk shpëtohet dot, se ka filluar të fusi ujë, kështu që bën e vërtet, të pamundur njeriu, po si çdo raport, jo vetëm në një raport biznesi. Pse ndodh që ne japim kaq shumë pushtet njeriu mbi ekuilibrin ton emocional që në fund të ditës është kaq i brisht? Unë Alketa nuk jam mësuar me këtë lloj fryme, në familje kam patur një lloj edukate ndryshe, të ndihmoja të tjerët, të dilja me humbje, ama mos të mërzisja asnjëri tjetër, edhe unë këtë marrëdhënie e mendova të tillë, nuk e mendova që do kisha një dëmtim pas kësaj. Kur u ktheva nga Spanja, e mora veten dhe i thash vetes që duhet të jap drejtim. Duhet të jap fund kësaj marrëdhënie, duhet të shikosh shëndetin mendor, psikologjik tëndin dhe mos të shkelesh më mbi të. Dhe kështu ndodhi. Njoftova ish partneren time, në atë periudhë i thash, shiko, ka ardhur momenti që ne duhet të ndajmë rrugët, nuk kam më bashkëpunim. Arsyeja që unë ta kam bërë këtë propozim në fillim fare ishte pikërisht bashkëpunimi. Nuk kemi më bashkëpunim. Kështu që i ka ardhur fundi. Kishte vetëm 2 rrugë. Duhet të blija aksionet ose unë ose ajo. Por në këtë rast e kisha ngritur me emrin tim.
Pra çdo gjë ishte ngritur si brendi Aldes. Shumë pak e njihnin mikeshën time, ishte prapa kuintave, edhe natyrisht të gjithë njerëzit e kanë ditur që ky është brendi im, pavarësisht se punonin edhe ishim të dyja 50-50 me njëra tjetrën, kështu që më duhej të blija aksionet. Edhe propozimi u pranua direkt, si duket nga dy palët nuk ishte njëjti mendim, nuk ishte më bashkëpunim edhe ishte dakord, mund ta ndërpresim kaq ishte. Për kaq kohë sa kaluam ishte diçka shumë e bukur. Ta paska bërë të thjesht apo jo, në një kuptim, në drejtim të biznesit. Kështu dukej, edhe kështu ishte nga ana ime, por jo nga ana e saj. Unë mendova që po u ndam suksesshëm, edhe mendova madje që ne mund ta ruanim mirësinë, por jo, ishte e kundërta. Çfarë ndodhi do thuash ti? Atëherë, periudhën që duhet të bëja gati të gjitha procedurat për ta ndarë juridikisht këtë bashkëpunim në rrugët ligjore, siç e kishim nisur, e kishim nisur me çdo gjë të deklaruar, edhe unë isha administratorja në atë periudhë, por duhet ta blija. Kjo më mori kohë diku te 3 deri në 4 javë. Ishte një periudhë që unë përveç se u tregova shumë naive, grupi brenda, stafi brenda, po shtirej sikur ishte diçka tjetër, sepse ishte partnerja në këtë biznes, e kishte bërë gati planin e saj. Nga dita e parë që ne e diskutuam ndarjen edhe deri ditën e fundit, ajo arriti të bënte gati të gjitha procedurat, bëri marrëveshje që stafin ta rimerte edhe përballë të organizote po të njëjtën gjë dhe të vazhdonte të bënte po të njëjtin brand, por me një emër tjetër. I mori në fakt? Po kështu ndodhi. Edhe dita më e keqe e jetës time ka qenë kur unë mbarova punë, mora firmën dhe çdo gjë tashmë ishte imja dhe mbaj mend si sot kur po ktheheshim për shtëpi, më tha bashkëshori, tha je lumtur që tani është e jotja, u bë kjo ëndër realitet tamam siç ti e doje. Kam diçka e thoja që nuk më bën të lirohem, të lumturohem, nuk e di se çfarë është, por nuk jam ende e lumtur, e ndjeja diçka që po ndodhte. Domethënë fitove brandin, po humbe një mike. Atë di që unë mora firmën dhe çdo gjë më përkiste mua, pra unë e kisha ribler një brand që e kisha ngritur me emrin tim. Kthehem në punë edhe aty kisha për të paguar edhe qëradhënësit, edhe thjesht me fjalë të thjeshta më tha Alda, shumë suksese dhe vajzës tjetër që ka hapur punën përballë. Shpëtuat të dyja. Shpëtuat. Jo vaftbar. M'fal, çfarë po thua? Po tha, ne e dim tashmë, gjithë lagja e din që ju jeni ndarë dhe partnerja do kaloj përballë teje me brandin e saj, edhe me kolegët tua. Çfarë po thua? Edhe që nuk është e vërtet. Po, shumë e vërtet. Ky është një informacion i saktë, tha. Okej. Ajo ishte dita më e keqe e jetës time. Pse? Sepse unë sa po kisha dhënë një mal me para për të blerë aksionet dhe vi aty dhe më thuhet që ortakja jote po hap të njëjtën gjë përballë teje dhe ka marrë punonjësit e tu, normalisht u më shua e gjithë gjëja, thash çfarë po ndodh, nuk po e besoja. Më dukej si një film në atë rast. Të vrau tradhtia e saj dhe sfida që do të bënte duke të dalë përballë apo edhe konkurrenca. Kjo ishte një pabesi nga ana saj, ishte fiks një thik pas shpine, sepse mua ma kishte thënë më përpara që unë nuk do ta vazhdoj më këtë rrugë. Do më thënë për mua do jetë diçka tjetër. Unë e bëra çfarë kisha për të bërë në këtë brand edhe nuk më intereson. Pra e kishte mbajtur shumë mirë aktrimin, 3 javë që ne ishim duke bërë këto procedurat dhe unë e besova si naive që isha, e mendova që vërtet ajo nuk do e vazhdoj më këtë gjë, por ajo e kishte mirë menduar situatën dhe donte ta kamuflonte që mos të dallojë që ajo po merrte punonjësit që unë tashmë i kisha bler në këtë rast. Kthehem të nesërmën në punë dhe vendosa që të dëgjoj edhe variantin e punonjësve, edhe kështu ndodhi. Shkoj në punë sikur s'ka ndodhur asgjë, edhe punonjësja e parë më doli para më tha që unë më duhet të largohem për arsye të tjera personale. Unë e kuptova që nuk ishin për ato arsye, se unë njihja secili nga ata. Unë vetë kisha bërë intervistat edhe i njihja në majtë e gishtave dhe aty e kuptova që ata ishin të saja, nuk ishin më të mia. Sa ditë më pas ti pe reflektimin e asaj që kishit ndërtuar bashk përballë teje tek dyqani tjetër? Në fakt, në këto momente unë mora marshin dhe i thash vetes,
bëu efort se tani është momenti që duhet të bësh maksimumin tënd, sepse deri këtu të tjerët kanë punuar mbas teje që ta përçanin këtë brand, mos e ekzistonte më me pak fjalë, plani kështu ishte. Por që mora marshin dhe thash do bëj maksimumin, punonjësve ju thash ju do vazhdoni këtu dhe 2 javë të tjera, siç e ka ligji, siç edhe e keni në kontratë 2 javë, edhe ashtu ndodhi. Është një shprehje që ka kuptim të veçantë në këtë kontekst. What doesn't kill you makes you stronger. Çfarë nuk të vret dot të bën më të fortë. Edhe ti je tamam Kështu ndodhi në fakt, nuk e di se nga e mora atë forcën, por që i thash vetes tani duhet t'ja dalim edhe çfarë bëra bashkë me bashkëshortin, ai mori fletushka, kërkojmë rroba qepse me eksperiencë, paga e kënaqshme që t'i përhapnin nëpër gjithë lagjet, si që ne të kishim një rroba qepse. Si që di, 2 javë që unë kisha stafin asaj, tashmë se nuk ishtim i ime, edhe si që di, vinin porosi pa fund. Këto ishin shenja që po më thonin Alda, ti duhet të bësh diçka, nuk duhet të rrish. Edhe ashtu bëm, unë vendosa që të ndryshoj ambient. Te ambient kishin vetëm 6 muaj, kishin bërë shumë investime. Për mua ato investime tashmë ishin humbje. Numëroheshin humbje për mua dhe i thash bashkëshortit nuk ka problem. Ne, nëse ka ardhur pika deri në këtë moment, ne duhet më mirë të humbim deri në fund dhe ta kuptojmë nëse do dalim në krye apo do mbesim në fund. Zoti është shumë i madh edhe kur të drejti nuk e humb. Luftuam shumë që të zhvendosem në ambient të ri, kam arritur ta gjej ambientin brenda ditës. Pra nga ambienti i dytë te ambienti i treti ishte i vërteti, edhe unë thash ky është ambienti që na duhet, pas 2 javësh ne duhet ta zhvendosim totalisht pa e marrë vesh askush se ku po shkojmë. Ditën e fundit që kompania shpërndau rrogat e punonjësve, tashmë që do iknin, atë ditë vendosa të iknim nga aty sepse realisht nuk e perceptoja do që unë të kisha kontakt sikur edhe shkëmbime makinash me njëra tjetrën, absolutisht nuk doja ta shihja më për gjithë gjën që më bëri. U zhvendosëm në vendin tjetër dhe çdo gjë eci mrekullisht mirë sepse unë vendosa mos të hakmersha. Pra të gjithë periudhën që mund të bëja diçka kundër saj, thash unë do mbledh forca dhe do i jap të shkëlqej ky brendi dhe ta nxjerr në maj, aty ku nuk donte ajo të ishte. Kështu që atë bëra, shkuam në një ambient 80 metër katror, ku qëndruam 2 vite e gjysmë aty dhe brendi mori një zhvillim në atë periudhë edhe as vetë nuk po e kuptoja, por kjo po vinte si pasojë e orareve të gjata në punë që unë bëja. Kam sakrifikuar shumë nga vetja Alketa, kam punuar më shumë se 18 orë në ditë, nuk takoja djalin tim, kishte raste e sillte bashkëshorti sikur 10 minuta ta shikoja dhe unë vazhdoja të isha aty te ambienti duke punuar. Në fakt të gjithë ngjashme që kanë për këtë biznes këtë thonë, pa orë të gjata dhe pas forcë pa i marr pak gjithçkaje nuk funksionon derisa bëhet ajo ania gati për ta nxjerrë në det, se pastaj lundron vet, po derisa ndërtohet sistemi është pika gjaku e pika djerse që s'numërohen. Është vërtet kjo, por për mua ishte 2 fish, se ndodhesha në një ambient pas një punonjës. Duhet ta ringrija për herë të dytë në këtë rast, por fatmirësisht brendi po merrte një zhvillim të paparë në atë periudhë, edhe kjo më motivonte, nuk e ndjeja fare që unë po punoja 18-20 orë, sinqerisht. Kështu që arritëm në një periudhë që vërtet ka patur shumë kërkesa, edhe saqë sot jemi zhvendosur në një ambient 600 metër katror, 2 katësh, edhe jam vërtet shumë e lumtur. Ishe edhe ti madje dhe vizitove, si të dungapër. Unë ndihem shumë krenare për vajzat si ty që sidomos mbas gjithë këtyre vështirësive me ato muret e kalas që dikush do t'ja shëmbin, sidomos në rastet kur gurët e kalas duan që t'ja shëmbin, njerëz destruktiv, ato rindërtojnë një kala më të madhe dhe më të bukur. Edhe jo për sfidë, jo për t'i bërë kashillik frontal përballë, se kjo është banale, po për të treguar që çdo njeri ka atë rrugën e vet të ndriçuar edhe është i destinuar të bëjë diçka dhe vizioni nuk ta vjet as kërkush dot, nuk ta kopjojnë, nuk ta imitojnë dot. Ti në fund ja kishe dal edhe më pëlqeu shumë mënyra se si e kishe konceptuar, gjithë pjesa e prodhimit poshtë e fasonerisë e ndërtuar dhe organizuar aq bukur dhe pastaj pjesa e showroomit dhe zyrave ishte vërtet një model shumë i mirë biznesi. Dhe ti e meriton plotësisht ti je këtu dhe të kesh zënë këtë dritare. Tani dua të pyes unë dhe me siguri
të gjithë ata që janë audiencën e këtij podcasti me shoqen tënde, çfarë ndodhi? E vazhdoi biznesin, bëri një brand tjetër se për të s'ka dëgjuar. Po, bëri një brand tjetër, madje kontaktoi çdo njeri që më përkiste mua, por në të njëjtën kohë ajo vazhdonte e mbante me emrin tim kontaktet, edhe vazhdoi, por nuk i zgjati. Diku te 6 muaj mora vesh se ajo e kishte mbyllur. Pse ka shumë dhimbje? Pse gjithë ky përjetim? Se në fund të ditës ka disa partnershipe që thjesht nuk funksionojnë. Ka disa njerëz që vinë jetën tonë për të na zhgënjyer, për të na dhënë një mësim. Pse ky përjetim kështu kaq ekstrem dhe ti madje më ke thënë që shëndeti mendor dhe ekuilibri emocional janë dy themele të rëndësishme ku mbështesin në suksesin. Sepse kuptova që po fundosesha dhe nuk doja që përfundimi të ishte ky. Kisha bërë maksimumin tim, kisha luftuar me gjithë qenjen time që kjo gjëja të rezistonte, por frika brenda meje, dështimi, që ta tregoja në publik që dështova, frikra tjera që unë i kisha gjatë rrugës sepse kisha mohuar, i kisha dalë ballë prindërve të mi, i thash po kjo gjëja do funksionoje, nuk i dëgjova ata. Dhe fakti që unë nuk dëgjova asnjëri nga ata kur më thanë që Alda mos e bëj, të lutem, nuk do funksionoj gjithsesi. Dhe unë isha ajo vajza që po do funksionoj, s'ka pse mos funksionoj, ne jemi dy vajza të reja me të njëjtën botë, me të njëjtat ndjesi, dhe unë vazhdoja i jepja asaj, më shoja fort ndjesisë time nga brenda dhe pse ishte një anshme. Kështu që mendoj se të gjitha këto bën që unë t'i përjetoja në veten time dhe nuk arrita dot t'i bëja share as me bashkëshortin që unë ndaj gjithçka me të, derisa më mbytën edhe kisha një moment që thash stop, se nuk po ja dal më. Po humbas veten time, po humbas lumturinë me bashkëshortin, gjithçka tjetër që unë kisha ndërtuar prej vitesh, çdo gjë reale që kisha, po filloja ta fundosja nga një flus që ishte krijuar nga një palë që ishte e tretë në këtë rast, por shumë e rëndësishme se unë isha bërë familje me të, duke qenë se në këtë rast ishim gjatë gjithë kohës bashkë. Me duhej të bashkëpunoja që të sillja atë ëndrrën time në dritë me një person që vizioni ishte komplet ndryshe nga imi, ishte gjë tjetër. E tmerrshme është tamam sikur duan të vjedhin beben, të ta marrin nga dora një gjë që ke krijuar ti. Dhe unë mendoj që për gjithë ndjekësit e këtij podcasti, këshilla më e mirë që mund t'japim është që gjithçka të jetë stabilizuar në një kontratë ligjore që në fillim dhe të ketë konsulent për këto marrëdhënie. Se zakonisht kur ndërtohen në rregull në fillim ka gjithmonë një klauzol për exit gating, kur unë dua të dal nga kjo marrëdhënie, kush janë 1, 2, 3 pasojat, apo përgjegjësitë që duhet marrin palët. Dhe kjo është legjitime. Por kur emocionet miksohen me interesat e biznesit, gjithmonë punët bëhen lëmsh. Është shumë e vërtetë, sidomos kur personi që ti ke përballë nuk ka të njëjtin vizion me ty, është totalisht diçka tjetër, por ti shpreson se ai person do jetë dhe thjesht ti gënjen veten edhe krijon këto mendime sikur janë të vërteta, por në realitet është e kundërta. Nuk e di pse e tregove ti këtë histori sot, Alda. Doje që t'i jepje forcë atyre që mund të gjenden në këpucët tua, apo kishte edhe pak sens hakmarrje kjo? Jo, nuk kam patur asnjëherë sens hakmarrje, po të doja ta kisha bërë, kam patur raste plot për ta bërë, por më thënë të drejtën, doja ta ndaje si një histori frymëzuese në këtë rast, sepse shpesh herë në audiencën time në Instagram marr gjithmonë pyetje çfarë ndodhi me Ortakarin, edhe unë nuk doja që ta ndaja në rrjetet sociale sepse mund të interpretojë në shumë këndvështrime të ndryshme, ndaj thash mbas është momenti inspire tek ty, është momenti i duhur për të treguar dhe për të frymëzuar vajzat e reja ose nëse ndodhen në një moment të vështirë me një ortake, është momenti për t'i dhënë drejtim ndoshta. Por jam e bindur që ajo vajza është ulur tani, edhe më na sheh nga YouTube, e ka lidhur me televizor madje dhe të ka ty në ekranin e televizorit madh. Nëse i duhet të reflektoj, un kam vetëm anën tënde të historisë, nuk kam anën e saj, por duke e besuar historinë kështu siç ti e rrëfen, duket si një tradhti edhe një pabesinë e miqësi që është ndonjëherë më e hidhur se sa në biznes. Kur këto të dyja bëhen bashkë në jetë, njeriu merr një grusht shumë të fortë, dhimbje. Kështu që dua ti thuash 2 fjala sa i mikeshës tënde që po të shet tani. Çfarë do t'i thoje sot, mas kaq vitesh që ti nuk komunikon, zero komunikim, secila ka zgjedhur rrugët e veta, ti vazhdon shkëlqen në këtë biznes, je nisët bashk, ajo donte që të sfidonte, nuk ja doli, ti ndërkohë shkëlqeve dhe e ke ritur e ke sjell këtu e ke sjell. Ndërkohë diçka është humbur këtu, shumë për një miqësi që nuk është pak. Të humbësh para s'është asgjë përpara se sa të humbësh një miqësi. Me thënë të drejtën nuk kam asgjë për thënë Alketa.
asaj vajze, sepse 7 muaj për mua kanë ndikuar sa për 7 vite, edhe më ka lënduar vërtet aty ku unë nuk e prisja, edhe jo, nuk kam asgjë për të thënë. I uroj më të mirat atje ku është, nuk e di fare se çfarë është bërë me të, por unë kam vazhduar rrugtimin tim. Ke pritur ti një kërkesë ndjese, një reflektim, një pendes? Absolutisht jo. Ajo bëri një pabësi aq të madhe sa që kurse si nuk do e merrja një pendes. Madje nga disa burime të tjera që më kanë ardhur më vonë kanë qenë se ajo ka tentuar disa herë që sërish të më bëj keq, kështu që jo. Si ka mundësi, si e shpjegon këtë gjë? 2 mikesha shumë vite afër. Suksesi, xhelozia, aftësia, pasioni, disa gjëra që ndoshta nuk blihen. Një pjesë e njerëzve janë mësuar që disa gjëra blihen, por është krejt e kundërta. Pasioni nuk blihet. Gjithçka mund të kopjohet, po vizioni jo. Unë kisha një vizion shumë të qartë për kompaninë, e dija se ku doja të shkoja, e kam dhe e kam patur shumë të qartë vizionin tim, kështu që nuk u luhata nga asgjë që ndodhi, që është e vërteta. Kështu që i dhash para, punova fort dhe nuk parë se çfarë bëj anash dhe çfarë mund të më vinte nga ajo, çfarë do lloj gjëje që mund të më vinte ose mund të vi, unë jam e hapur për aq kohë se jam shumë e pastër edhe e di shumë mirë se si ka qenë kjo histori. Çdo gjë ndodh për një arsye. Unë nuk jam e penduar që ka ndodhur kjo. Ishte një mësim shumë i madh për mua, ishte një shkundje, kështu që e shikoj si një histori suksesi dhe për vetë faktin që unë nuk jam penduar. Ka ndodhur për një arsye të caktuar për të më dërguar diku më lart, siç jam sot. Je lumtur që je me 2 fëmijë, e martuar, me një biznes që e drejton bashkë me partnerin tënd, edhe je vetëm 29 vjeç. 29, s'ke mbushur ende 30, shiko se sa e re që je. Si do të gjej ty ky 30 vjetor? S'ke mbushur ende 30 vjeç. Dhe ke realizuar shumë gjëra që shumë vajza nuk kanë nisur ende, ti mendojnë. Po, e realizuar në familje, jam me 2 fëmijë, jam shumë e lumtur. E vogla është vetëm 8 muajsh, bebja. Po, është 8 muajsh. E kemi në Durrës, kush kujdeset për beben? Vjera ime. I ke dhënë gjithë fëmijëve dhe ke punuar në të njëjtën kohë. Unë e di se çfarë sfide është kjo, kur duhet ta sjellin fëmijën të bëj pit stopin e qumshit, pastaj ai të shkojë të çlodhet të arisin mamat, Vjera apo nuk e di kush të ka ndihmuar, dhe pastaj të kthehesh prapë në punë, sa asaj punës duhet të dalësh për çdo, nuk e lë dot mes rrugës. Është shumë e vërtetë, më thënë drejtën, unë isha përfshime edhe në punë, edhe duke i dhënë gjithë vajzës sa në shtëpi, sa në punë, gjithandej. Po je ndier në faj në fakt se japim prioritet ndonjëherë punëve dhe harrojmë që ndonjëherë do të japim prioritet më shumë fëmijëve. Patjetër që ndihesh në faj. Ndihesh edhe tani që un jam këtu në këtë intervistë dhe kam lënë vajzën, patjetër çdo moment që un largohem, ndihem në faj, sikur i kam hyrë në hak, kam marrë kohën e tyre. Po punoj për të ardhmen e tyre, kështu që deri diku më ngushëllon kjo gjëja dhe e marr vetëm më të mira që të punoj. Pse nuk duhet ato të ndihen në faj? Se nënat e gjykojnë shumë veten edhe është një shprehje që thotë don't blame yourself, don't be hard on yourself. Më pëlqen shumë kjo shprehje që lexoj në anglisht. Don't be hard on yourself. Do të thonë mos e godit veten, mos të gjyko, sepse këto mund të funksionojnë të dy apo jo? Paralel, dhe japin njëra tjetrës, me pak sakrificë patjetër, e kuptueshme. Po mund të funksionojnë të dyja, them unë, edhe për mua kanë funksionuar, por ndjesia e fajit do jetë gjithmonë aty, kështu që duhet të bëjmë pak të lumtur edhe veten tonë, edhe fëmijët. Pastaj i the partnerit, sa gabim që nuk e nisa me ty që në fillim këtë punë, këtë projekt, dhe u bë të dy ortak. Apo jo? Ortak në jetë, ortak dhe në biznes. Në fakt, sa konsumuese është për ty që të kalosh pjesën më të madhe të kohës me partnerin tënd në muret e kompanisë dhe ku të duhet të diskutosh dhe problemet e jetës dhe problemet e punës? Është konsumuese, është e mërzitshme, është aventurë, adrenalinë, është e bukur, më thuaj pak si është. Më thënë të drejtën, për mua është e kundërta, nuk është fare konsumuese. Ne jemi një orë në shkollë të dy dhe nga dita e parë e lidhjes e deri më sot, gjithmonë kemi qëndruar bashkë. Shkollën e kemi bërë bashkë, edhe punët i kemi bërë bashkë. Për mua është frymëzuese. Unë çdo gjë që bëj dua të kem atë aprovimin sikurse edhe me një sy, me sy shikohemi dhe kuptohemi shumë mirë. Rogerti është gjithçka për mua, ka qenë mbështetja më e madhe nga fillimi deri tani. Ka qenë aty për mua nga momenti i vështirë që ndoshta nuk po njeh më as vetë, një më të më njeh ai. Deri më sot, kështu që e mendoj që ka qenë një marrëdhënie shumë e fortë. Ne jemi më shumë si shokë dhe e shijojmë shumë momentin që jemi në punë bashkë, kafen e konsumojmë bashkë, pak a shumë vendimet dhe çdo gjë tjetër i bëjmë bashkë, saqë kur mungoj unë diku te 6 shtator për
punët e mia, ai thot ku je zhdukur. Pra dhe ai pushimi ndërmjet ne na bën që të ndjejmë mungesën, jo më mos punojmë bashk. Rogerti ka studiuar për menaxhim biznesi, master shkencor, edhe ishte i fushës. Mua më duhej me patjetër një shtyllë fort në këtë biznes. Biznesi është shumë i madh dhe nuk dilet. Shpirti marketingut kush është? Ti apo? Patjetër që unë. Ai është mbështetës, ai bë fotot, videot pas bë fotot e videot? Jo, po ti që ke më shumë fat. Po. Se nëse djemt ankohen apo partnerët apo bashortët për diçka sot është o zot tani do më duhet në këto pushime ti bëj vetëm foto partnerës. Ndërsa ai nuk lodhet. Ai është kundërta, ai nuk lodhet. Madje kur lodhem ndonjëherë se kam tension ose them nuk jam e motivuar, nuk më duket kënd i bukur, ti duhet ta bësh. Ti e bën, Alta ti e bën, ti bukur do dalësh. Edhe ai më motivon, e bën foton edhe shkëlqejm. Çfarë synon ti për te kësaj që ke arritur? Jam kurioze. Ke një vizion për ta zhvilluar edhe më lart dhe më tej këtë biznes? Patjetër që kam një vizion për ta zhvilluar dhe jashtë edhe më lart, por fokusi im kryesor është në zgjerimin e produkteve, mos të mbetem vetëm në një artikull siç janë veshjet, por ta zgjeroj me aksesorë të ndryshëm, pra të gjitha komponentët që bëjnë një veshje të duket më bukur kur ti e vesh në përditshmëri siç janë çantat, këpucët, syzet, gjithmonë jam drejt zhvillimit të produkteve. Dua të pyes se më ka bërë shumë përshtypje që të gjitha influencerët dhe bloggerët shqiptarë ty të kanë mbështetur. Ata janë njerëz shumë të vështirë në fakt. Domethënë në momentin që futen në star system, janë njerëz që kanë kërkesa shumë të larta financiare, janë të vështirë për t'i pasur, për t'i kontaktuar. Ti ke sjell deri në Durrës, ata vinë me dashamirësi dhe kanë parë që janë testimonials, dëshmitar shumë të mirë të markës tënde. Është sepse ti ke një karizëm si vajzë dhe je njëri shumë i mirë dhe mban raportet, mban miqësinë, i paguan dhe ke fuqi për ta paguar marketingun digital përmes tyre, apo si funksionon kjo? Ti je produkt dhe ato e veshin dhe për këtë të bëjnë tag? Është shumë e vërtetë kjo, Alketa. Më thënë të drejtën ka ardhur shumë organike dhe shumë natyrshëm. Në asnjë moment nuk e kam menduar për të bërë një marketing, përveç se për të prodhuar produkte që unë i doja në përditshmërinë time. Ka ndodhur shumë rrjedhimisht e gjithë gjëja. Edhe për këtë më vjen mirë në fakt se në asnjë moment nuk i kam parë njerëzit si mundësi për ta marketuar. Unë synoj që marketingu të vi shumë natyrshëm në këtë rast. Duar që njerëzit ta marrin, ta blejnë, ta veshin, ta gëzojnë, ta shijojnë dhe më pas në rast që atyre ju ka pëlqyer produkti, ta ndajnë me ndjekësit. Pra nuk e imponoj marketingun as pak, duke ardhur në këtë rast duke i ditur edhe nga ana e biznesit, por edhe nga ana si një influencer, e kuptoj shumë mirë se si funksionon, edhe për mua rëndësi ka që ai që blen veshin të ndihet komfort. Si funksionon e-commerce në këtë moment në Shqipëri? Akoma nuk janë edukuar për të bërë blerjen e website, duke qenë se e kanë më të kollajt për të marrë një mendim në WhatsApp për shembull ose me një telefonat. Ndjen më mirë kur bëjmë porosi në WhatsApp. Janë si duket asistuar, duan të flasin me një njeri konkret. Kanë nevojë për asistim. Kanë nevojë për asistim edhe duke qenë se un kam angazhuar 3 vajza që të merren me asistimin ndaj klientit, edhe mendoj se ato janë drejt kësaj se sa të bëjnë një blerje shumë të ftohtë në web, ku aty nuk merr asnjë përgjigje mbrapsht. Kemi dyqan në Durrës, dyqan në Tiranë, dyqan në Korçë. Bravo. Janë 3 pika strategjike dhe të kërkuara nga klientela. Për lëndët e para, si punoni, si gjeni tregjet? Kur ti gjen për shembull copën e një palltoje, të një xhupi, të një pellushi, kishe ekofërin për shembull që më pëlqeu shumë. Ku i merrni? Si identifikoni? Punoni vet në panajire? Patjetër që ne kemi agent në Itali dhe në Stamboll, në këtë formë punojmë me agent atje, e kemi pak më të thjeshtë, duke qenë se nuk mund të lëvizim her pas here nga angazhimet që kemi në kompani, por agentet kanë qenë një pjesë shumë e rëndësishme për ne. Në këtë rast ka qenë më thjesht për të përzgjedhur copa cilësinë që ne kërkonim në fakt. Cila është sfida më e madhe një brendi made in Albania? Neve shqiptarët kemi pasur gjithmonë një paragjykim ndaj gjës që prodhoi këtu, kemi pasur besim. Tani situata duket sikur ka ndryshuar. Shqiptarët e pëlqejnë made in Albania edhe për një arsye tjetër, se brendet më të mëdha ndërkombëtare në fakt vinë dhe i qepin në një pjesë të mirë të rasteve në fasoneritë e Shqipërisë produktet e tyre. Është pak e vështirë që klienti ta besojë cilësinë që ti sjell, pavarësisht se cilësia është gati e njëjtë me ato brendet më të mëdha nëpër botë. Mendoj se me kalimin e kohës ka ardhur dhe duke u forcuar si gjë besimi
ka qenë në rritje, kështu që në bazë të shitjeve mendojmë se ja kemi arritur kësaj gjës, e kemi thyer këtë akullin që jo, ne prodhojmë cilësi, po ne prodhojmë cilësi, edhe si në qepje, si në tekstil, në çdo gjë, ne kemi arritur të sjellim atë cilësinë e duhur për klientët. Ke realizuar edhe një brand për fëmijët. Ky frymëzim erdhi mbasi lindën fëmijët e tu, apo? Patjetër që frymëzim ka qenë djali im për të realizuar edhe një brand për fëmijë. Nga dëshira për të patur gjëra unike, kjo ishte ajo çfarë më nxiti për ta bërë diçka të tillë. Dyqani që shet më shumë, cili është? Durrësi Tirana apo Korça? Patjetër që Tirana. Keni kështu raving fans, fansa që kthehen, që presin në radhë të marrin koleksionit të parët? Madje kur kemi bërë uljet në shtator, ka patur një lloj radhe atje në Tiranë. S'ma priste mendja fare. Cili është bumi më i madh në shitje që ke arritur të realizosh? Në fakt, ditën e parë të uljeve kemi arritur deri në 2000 pako brenda 24 orëve. Kështu që jam e gëzuar për ty shumë edhe dua të të shikoj, të shkëlqesh, edhe unë bëj tifo për vajzat si ty. Që dua në përmbyllje të kësaj interviste të më thuash nga eksperienca jote e jetës, je shumë e re, po ke nxjerrë edhe ti disa leksione. Cili do të ishte një ligj universal që do doja të vendosje në këtë botë? Në mënyrë hipotetike është. Mendoj dhe do doja që mos kishte tradhti, pabesi, thika mbas shpine, të ishin realist të gjithë njësoj. Nuk e di, ndoshta është pak e çuditshme që e kërkoj këtë gjë, por si një njeri që vi nga një familje me një dashuri të madhe, mendoj se mirësia duhet të triumfoj. Jo negativiteti, egoizmi dhe çdo gjë tjetër. Do t'i themi disa leksione nga përvoja jote ndjekësve të këtij podcasti, si thua? Po patjetër që po, do t'i bëjmë share. Çfarë do t'i thoje një vajzë e cila do të futet në botën e fashionit sot dhe do të hapi një biznes të ngjashëm me tëndin? Cilat janë gabimet që ajo nuk duhet të bëj? Nuk duhet të dorëzohet për asnjë lloj arsye. Nëse ti e do diçka, duhet të punosh fort edhe ta mbash gjallë atë ndjesim, pasionin që ti ke, pavarësisht çdo goditje. Pra ti duhet të luftosh për atë që don. Nëse ti e don dhe punon fort, patjetër që do ja dalësh. Nuk ja del dot që në vitin e parë ose të dytë. Duhet të presësh, duhet të durosh, edhe pastaj të triumfosh, por kur mos të dorëzohesh. Shumë faleminderit që ishe sot këtu dhe uroj të takohemi në një episod tjetër kur ti të kesh bërë dyqanin e 4 të 5 të 6 edhe të jesh një histori suksesi në rritje. Se tani të njohin shumë njerëz që nuk të kishin njohur, edhe ishte kënaqësi që kisha këtu Alden e Amitje, një mike më shumë në jetën time. Edhe në këtë podcast. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Alketa për këtë hapësirë televizive, për mua shumë e rëndësishme patjetër, dhe ti je një ndër ato ikona që për mua ka qenë shembull dhe të kam mbajtur aty si një inspiruese. Je shumë punëtore dhe ndaj më pëlqen që unë sot jam pikërisht tek ky podcast për të inspiruar siç më ke inspiruar. Kjo nuk është kafja e fundit që neve pim, do ta pim vërtet dhe jo virtualisht Buzdetit në Durrës herës tjetër. Patjetër, do rikthehem me kënaqësi. Dhe do ta vesh me shumë kënaqësi brandin tënd. Shumë faleminderit, e vlerësoj vërtet shumë këtë ftesë. Hakun ta merr ai lart, kështu që eca me këtë. Hakun ta jep ai lart, jo s'ta merr, ta jep. Okej. Hakun ta merr ai lart, kështu që jo ta jep. Nëse si je i pastër ta merr, nëse je i pastër ta jep. Dhe nëse je i pastër Alketa, hakun ta merr ai lart, kështu që jo, ai të kompenson. Nëse je i pastër, Zoti i kompenson njerëzit e mirë. Alketa, nëse je ti e i pastër, Zoti nuk ka merret kur. Zoti të kompenson gjithmonë. Alketa, nëse ti je i drejtë dhe i pastër, Zoti e kompensoj atë që unë se ke fiksuar të gjë që do thosh tani. Kam arritur ta ruaj originalitetin. Bëj kështu si me rock, sigurisht si muzikë, originalitetin. Do të bëj ndonjë kurs me ty. Kam arritur ta ruaj autenticitetin, originalitetin. Nuk di ta them shumë bukur këtë gjën se i vjen të flas për veten time, por mendoj se autenticiteti. Do rrim sonte këtu këtë fjalën. Ku e lam?
Është e vërtet që gjithë ne jemi një projekt gjenetik më vete. Kemi një kontratë tonë, thot një neuroshkencëtare që ka pasur këtu. Ku i gjem nga njëra thënie te tjetra. Alketa që na bëre. Çfarë s'ke thënë pori? Për ujë të bëra, s'bëra për verë, të bëja për verë, të bëja për shampan.